Përshëndetje gjithëve, dua ta filloj ditën e sotme me një ngushëllim për familjen e policit që humbi jetën në Maliq në Lozhan të Korçës, një ditë kjo e rëndë për policinë e shtetit dhe ngushëllime familjarëve të policit që u vranë në krye të detyrës. Por duhet të kthehem pak dhe të flasim për protesta që ka hyrë në ditën e 5, protesta që kryesisht po drejtohet nga të rinjtë e Shqipërisë, ata të rinj të cilët ne i kemi kritikuar që nuk kanë atë nervin, nuk kanë atë grindën për të dalë dhe për të mbrojtur vendin dhe për të mbrojtur kauza të drejta. Pikërisht për këtë dua të flas sot. Kam marrë me qindra, ndoshta me mijëra mesazhe nga ta dhe më kanë dhënë mbështetjen e tyre dhe më kanë shprehur falënderime për qëndrimet e mia që kanë mbajtur kundër këtij projekti dhe kundër arrogancës që po tregohet nga majoranca në ditët e fundit. Më lejoni t'ju them që falënderues jam unë ndaj jush, sepse ju po i tregoni Shqipërisë që ka ende shpresë. Pavarësisht se shumë prej jush kanë zgjedhur që të largohen, ju po qëndroni dhe po rezistoni, po organizoni këto protesta shumë të bukura, protesta që unë kam qenë edhe vetë i kam parë. Dua ndalim pak te protesta. Kam parë miq të mi dhe i kam takuar të cilët kanë shkuar me fëmijët e tyre në këto protesta. Nuk më ka ndodhur asnjëherë më përjashtim të protestave për armët kimike. Kam takuar miq të mi të cilët janë IT dhe dua të flas konkretisht pa përmendur emra gjithmonë, të cilët janë IT, kanë biznese të konsoliduara dhe i kam takuar me fëmijët e tyre në protestë. Ndërkohë më kanë shkruar një tjetër mik nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nga New Yorku dhe po organizonte dhe atje një protestë. Një tjetër mik, një tjetër i njohur i Partisë Socialiste, më herët i angazhuar shumë fort në strukturat e Freshit, më ka shkruar nga Gjermania dhe më ka thënë se është ai dhe një grup tjetër me socialistë të zhgënjur, të cilët po organizojnë protestën që do mbahet në Gjermani. Pra miq, në këtë protestë ka shumë kolorite. Ka kolorite që vinë nga majta, nga djathta dhe ka njerëz të patashuar politikisht dhe pavarësisht se mund të shikoni sulme të egra ditët e fundit, ju mos u dorëzoni. Qëllimi i tyre është një dhe vetëm një. Ty intimidojnë dhe t'ju thonë që nuk e keni të drejtë, po pengoni zhvillimin dhe po pengoni ose keni agenda të tjera. Pavarësisht se unë jam i bindur që mund të ketë element shumë të izoluar, shumë të pakët që mund të kenë dhe agenda të tjera, por jam i bindur që gati 95% e atyre që dalin në shesh e kanë, sepse jo vetëm që ka një shkelje dhe një pabarazi dhe biera korrupsion në projektin e Zvërnecit, por e kanë me pabarazin në tërësi që ka pllakosur në vendin tonë. Një pabarazi që unë kam thënë dhe më herët buron dhe është e lidhur kryesisht me qasjen që ka majoranca për shkak edhe të rezultatit zgjedhor. Kritika pa dyshim që duhet shkojnë edhe për opozitën, një opozitë e cila në vend që të jetë në anën e dur të historisë ka mbyllur gojën dhe nuk di se çfarë është duke bërë. Madje qartazi po rreshtohet me qeverinë, po rreshtohet me zotin Rama. As atyre mos ju besoni. Besojini vetëm vetes tuaj, besojini vetëm instinktit tuaj dhe ju sigurojeni një gjë. Unë do bëj çmos dhe sa kam në dorë t'ju mbështes sepse jam i bindur që ju keni të drejtë. Ju keni të drejtë sepse Shqipëria është bërë një vend i pabarabartë. Shqipëria është e pabarabartë në taksa. Ata që marrin dhe që janë palca e këtij vendi, që është shtresa e mesme, paguan më shumë. Ata që janë shumë të pasur, nëse ju doni ta dini, paguajnë vetëm 8% të dividendit të tyre. Pa folur pastaj për njerëzit e varfër të këtij vendi, të cilët po varfërohen për ditë më shumë. Shqipëria është një vend i pabarabartë në shanse. Pa shumë e vështirë për të gjithë ju që të keni shanse të barabarta me atë që ka një mik, me atë që mund të jetë i lidhur me partinë. Është i pabarabartë për pronat, e keni parë, edhe në Vlorë dalin emra e personave të lidhur me botën e errët, me mafien, kanë thënë media ndërkombëtare, madje edhe njerëz të cilët më herët kanë patur pushtet. Si ka mundësi këta njerëz ja dalin gjithmonë të marrin letrat, si ka mundësi ja dalin këta njerëz gjithmonë që të jenë të parët, dhe si ka mundësi njerëzit e ndershëm, ata që janë si puna juaj, si puna ime, kanë shumë të vështirë që t'ja dalin në këtë jetë. Të gjithë këtë kërkojnë, shanse të barabarta, kërkojnë të përfundoj pabarazia dhe kjo qasje arrogante që ka përfshirë edhe qeverinë. Kështu që ju bëj thirrje të gjithëve juve, mos u dorëzoni, dilni në sheshe, mos dëgjoni çfarë ju thon, mos u intimidoni. Për një gjë jam i sigurt. Kauza juaj është e drejtë dhe këtë koha do ta tregoj. Ne do të takohemi ndërkohë në episodin e radhës në Albania Newscast. Deri atëherë të gjithëve ju bëj thirrje të na bëni subscribe, të jepni komentet tuaja dhe si gjithmonë do t'i lexojmë dhe do t'i shqyrtojmë me shumë seriozitet. Deri atëherë ju uroj gjithëve ditë dhe javë sa më të mbara dhe si gjithmonë mos u dorëzoni.